Në një ditë të nxehtë vere të vitit 1986, diku në malet e Karolinës së Veriut, një grup artistësh po përpiqeshin të krijonin një film të vogël me buxhet të ulët, që askush nuk e besonte se do të kishte sukses. Titulli ishte Dirty Dancing. Askush se dinte ende që ai film i thjesht do të hynte përjetësisht në historinë e kinemas. Në mesin e atij grupi ishte Patrick Swayze, një aktor me shpirt të lirë, valltar i lindur dhe njeri me një energji të jashtëzakonshme. Përballë tij, një vajzë me sy të plotë ndjeshmëri dhe pasiguri, Jennifer Grey, e re, e talentuar, por ende e brisht. Ata po përgatiteshin për skenën më të vështirë të filmit, ngritjen legjendare mbi ujë, një moment që do të kërkonte besim të plotë mes tyre, por Jennifer kishte frikë. Kishte dështuar në prova, kishte rënë, dhe çdo herë frika e rrëzimit i përhapej në trup si një hije. Në atë ditë të nxehtë, ajo tunte kokën dhe përshpëriste. Nuk mundem. Patrick e pa drejt në sy, i u afrua me qetësi, me buzëqeshjen e atij njeriu që nuk e njihte fjalën e pamundur, dhe i tha: "Beso tek unë, do ta bëjmë një herë dhe do të jetë e përkryer." Jennifer mori frymë thellë, dhe për një çast, gjithë frika u tret. Ajo nisi të vraponte drejt tij, ndërsa dielli i verës përplasej në ujë. Patrick hapi krahët, e ngriti lart mbi kokë, drejt qiellit. Në atë moment, koha ndaloi. Ajo fluturoi me sy mbyllur, e lirë, e qetë, e besuar plotësisht tek ai. Kamera e kapi atë çast të vetëm, një ngritje që ndodhi vetëm një herë. As prova, as përsëritje, vetëm ajo lëvizje e parë, e pastër, e vërtet. Askush nuk e dinte se ajo do të bëhej një nga skenat më të pavdekshme të kinemas botërore, një simbol i dashurisë, i besimit, i lirisë. Vite më vonë, Patrick Swayze do të kujtonte atë moment me një buzëqeshje të butë. Ishte e vërtet, nuk po aktoronim. Ajo kishte frikë, unë e ngrita dhe ajo fluturoi. Që ndonjëherë mjafton të besosh tek tjetri, tek vetja, tek momenti. Patrick Swayze na la shumë kujtime, por mbi të gjitha, na la ndjenjen e atij çasti të përkryer, kur një shpirt njerëzor ngrihet mbi frikën dhe fluturon drejt dritës.